Horoskopi ditor, 11 maj. Një situatë mund të marrë një drejtim që nuk e kishe parashikuar. Ka momente kur mendon se gjithçka po ecën normalisht derisa një zhvillim i papritur ndryshon krejt atmosferën e ditës. 11 maj sjell energji që lëvizin në heshtje, por ndikojnë fort në vendimet, marrëdhëniet dhe mënyrën si do të vazhdojnë gjërat në ditët në vazhdim. Disa shenja do përballen me zgjedhje që nuk mund të shtyhen më, ndërsa të tjera mund të kuptojnë se një situatë nuk është më si më parë. Një reagim, një mesazh ose një moment i vetëm mund të ndryshojë shumë më tepër nga sa duket në fillim. Kjo nuk është një ditë për të qenë i pavëmendshëm. Dashi. Një situatë që dukej nën kontroll mund të ndryshojë papritur dhe kjo mund të vendosë përballë një reagimi që kërkon qartësi dhe vendosmëri. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk mund të vazhdosh më duke shmangur një zgjedhje të rëndësishme. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një mundësi që kërkon reagim të shpejtë dhe besim tek vetja. Në marrëdhënie, një bisedë ose një reagim spontan mund të zbulojë një të vërtetë që nuk ishte shprehur më parë. Mos vepro me nxitim vetëm sepse emocionet bëhen më të forta. Është një ditë për të menduar qartë dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të kontrollosh impulsin dhe të kuptosh momentin e duhur për të vepruar, mund të shmangësh një situatë që do të bëhej shumë më e ndërlikuar më vonë. Demi. Një zhvillim i vogël mund të bëjë të kuptosh se një situatë që e kishe marrë si të sigurt po fillon të ndryshojë gradualisht dhe kjo mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ana jote. Një moment i vetëm mund të tregojë se nuk mund të vazhdosh më duke ndjekur të njëjtën rutinë. Në punë, një lëvizje e papritur mund të japë një mundësi që nuk duhet neglizhuar. Në marrëdhënie, një sjellje ndryshe nga zakonisht mund të bëjë të reflektosh për atë që po ndodh realisht. Mos u kap fort pas asaj që të jep rehati vetëm sepse është e njohur. Është një ditë për të qenë më fleksibël dhe për të reaguar me qetësi. Nëse arrin të kuptosh sinjalet që po shfaqen, mund të shmangësh një gabim që do të ndikonte gjatë në vazhdim. Binjakët. Një informacion që vjen në momentin e duhur mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej plotësisht e qartë. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush nuk ka shprehur gjithçka që mendon realisht. Në punë, një ide ose një bisedë mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh më shpejt se të tjerët. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur prej kohësh. Mos e shpërfill atë që dëgjon vetëm sepse vjen papritur. Është një ditë për të analizuar me kujdes dhe për të reaguar me zgjuarsi. Nëse arrin të lidhësh detajet në kohën e duhur, mund të marrësh një vendim që ndryshon mënyrën si do të vazhdojnë gjërat për ty. Gaforja. Një ndjesje e fortë mund të shoqërojë gjatë gjithë ditës dhe të bëjë të kuptosh se diçka po ndryshon edhe pse askush nuk po e thot hapur. Një moment emocional mund të vendosë përballë një të vërtetë që nuk mund të shmanget më. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë intuit se sa logjik për të kuptuar drejtimin e vërtetë. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i vogël mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për një kohë të gjatë. Mos e injoro atë që ndjen. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të kuptosh sinjalet emocionale që po shfaqen, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh vazhdimin e një situate të rëndësishme. Luani, një situatë që dukej e qetë mund të ndryshojë ritëm papritur dhe kjo mund të vendosë përballë një momenti ku duhet të tregosh më shumë kontroll se sa forcë. Një reagim i vogël nga dikush mund të bëjë të kuptosh se jo gjithçka është aq e qartë sa dukej në fillim. Në punë, një zhvillim i papritur mund të krijojë një mundësi që kërkon reagim të shpejtë, por edhe maturi. Në marrëdhënie, një fjali ose një heshtje mund të zbulojë emocione që nuk janë shprehur hapur. Mos e lër krenarinë të pengojë të shohësh realitetin. Është një ditë për të reaguar me zgjuarsi dhe jo me impuls. Nëse arrin të ruash qetësinë edhe në momentet më të tensionuara, mund të marrësh kontrollin mbi një situatë që po ndryshon drejtim më shpejt nga sa mendon. Birgjëresha.
Një detaj që të tjerët mund ta shpërfillin mund të jap një sinjal shumë të rëndësishëm dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se diçka nuk po zhvillohet siç është thënë. Një moment i vetëm mund të tregojë se duhet të jesh më i kujdesshëm me vendimet që merr. Në punë, një gabim ose një mungesë informacioni mund të krijojë vonesa nëse nuk reagon në kohë. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjelljen e dikujt mund të tregojë një largim emocional që nuk është shprehur me fjalë. Mos u mbështet vetëm tek logjika. Është një ditë për të vëzhguar energjinë e situatës dhe për të kuptuar atë që fshihet pas sjelljeve. Nëse arrin të analizosh gjithçka me qartësi, mund të shmangësh një shkënjim të panevojshëm. Peshorja. Një situatë që e kishe mbajtur në balancë për një kohë të gjatë mund të fillojë të lëkundet dhe kjo mund të detyrojë të marrësh një vendim që nuk mund të shtyhet më. Një moment i vetëm mund të tregojë se një person ose një zhvillim nuk është më i njëjtë si më parë. Në punë, një zgjedhje e nxituar mund të ndikojë në mënyrën si do të vazhdojnë gjërat gjatë ditëve në vazhdim. Në marrëdhënie, një reagim i ftohtë ose një distancë e papritur mund të zbulojë më shumë nga sa duket. Mos u përpiq të ruash një qetësi që po thyhet nga brenda. Është një ditë për të qenë i sinqert me veten dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të pranosh realitetin, mund të shmangësh një përplasje shumë më të madhe më vonë. Akrepi. Një situatë që ka qenë e mbuluar me paqartësi mund të fillojë të zbulojë anën e saj më të fshehtë dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se jo gjithçka ka qenë siç dukej. Një moment i vetëm mund të tregojë se dikush ka mbajtur diçka të fshehur për më gjatë nga sa kishe menduar. Në punë, një zhvillim i heshtur mund të japë një avantazh nëse arrin ta kuptosh përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë i fshehur për një kohë të gjatë. Mos vepro menjëherë nga emocionet. Është një ditë për të vëzhguar me kujdes dhe për të kuptuar gjithçka para se të reagosh. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të marrësh kontrollin mbi një situatë që po ndryshon shpejt. Shigjetari. Një situatë që duke i parëndësi mund të marrë një kthes të papritur dhe të bëjë të kuptosh se një mundësi nuk do të presë pafundësisht. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të lëvizur më shpejt dhe për të mos menduar pafundësisht për atë që mund të ndodhë. Në punë, një zhvillim i papritur mund të hapë një drejtim që nuk ishte fare në planet e tua. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një emocion që ka qenë i mbajtur në heshtje. Mos u kap fort pas planeve të vjetra vetëm sepse të japin siguri. Është një ditë për të reaguar shpejt dhe për të mos humbur momentin e duhur. Nëse arrin të përshtatesh me ritmin e ri të ngjarjeve, mund të hysh në një fazë që sjell më shumë lëvizje dhe energji pozitive. Britsjapi. Një zhvillim që në fillim duket i vogël mund të ndikojë më shumë nga sa mendon dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është më aq e qëndrueshme sa dukej. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të ndryshuar një strategji që nuk po funksionon më si më parë. Në punë, një vendim i nxituar mund të krijojë pasoja që do të ishte e vështirë t'i korrigjoje më vonë. Në marrëdhënie, një distancë emocionale mund të bëhet më e dukshme dhe të shtyhet drejt reflektimit. Mos u përpiq të kontrollosh gjithçka njëkohësisht. Është një ditë për të reaguar me maturi dhe për të parë realitetin me qartësi. Nëse arrin të ruash balancën emocionale, mund të shmangësh një situatë që do të komplikonte shumë gjëra në vazhdim. Ujori. Një ide që të vjen papritur mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh dhe kjo mund të japë një drejtim krejt tjetër. Një moment reflektimi mund të tregojë se përgjigjja që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk e kishe parë nga këndi i duhur. Në punë, një zgjidhje jo e zakonshme mund të japë një avantazh që të tjerët nuk arrin ta kuptojnë menjëherë. Në marrëdhënie, një bisedë e papritur mund të zbulojë një anë të dikujt që nuk e kishe parë më parë. Mos e kufizo mendimin me mënyrat e vjetra të vepruarit. Është një ditë për të eksperimentuar dhe për të reaguar ndryshe nga zakonisht. Nëse beson tek intuita jote, mund të hapësh një drejtim krejt të ri për veten. Peshqit.
Një ndjesi që nuk arrin ta shpjegosh plotësisht mund të bëhet më e fortë gjatë ditës dhe të tregojë se diçka po ndryshon në heshtje rreth teje. Një moment i vetëm mund të bëjë të kuptosh se një situatë emocionale nuk mund të vazhdojë më në të njëjtën mënyrë si më parë. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë që të ndjekësh instinktin edhe kur logjika nuk të jep përgjigje të qarta. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e fshehur për shumë kohë. Mos e injoro atë që ndjen vetëm sepse nuk arrin ta shpjegosh menjëherë. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh atë që po kupton, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh vazhdimin e një situate. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën ndryshimin nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.